Isha duke ecur në një rrugë të vjetër që lidh dy fshatra në Dibër. Nuk ka trafik, vetëm pemë dhe heshtje. Ishte ora 15:17 kur pash telefonin. Dhe aty nisi gjithçka. Në një moment gjithçka u ndal. Zhurma e insekteve. Era. Hapat e mi. Edhe pulsi. S'ndjeja më as frymëmarrjen. Telefoni në dorën time nuk reagonte. Ora nuk lëvizte. 15:17, s'kishte sinjal. Nuk kishte asgjë. Rreth 7 minuta, ose kështu ndjeva, gjithçka ishte e ngrirë. Por më e frikshmja ishte që nuk ndjehesha i vetmuar. Ndjeja sikur dikush tjetër ishte aty. Jo për të më parë, por për të më vëzhguar. Papritur një gjë e ra. Një zog fluturoi. Ora bëri 15:18. A besoni se ka vende ku koha nuk funksionon si për ne të tjerët? Na shkruaj në komente dhe kliko abonohu për më shumë histori të vërteta, të pashpjegueshme dhe shqetësuese. Por kur u ktheva të shija përreth, nuk isha më aty ku kisha qenë. Isha 300 metra më tej, në një kthes ku kur nuk kisha ecur më parë. Kur e tregova këtë, dikush nga fshati më tha: "Nuk ishe në kohën tënde. Ke hyrë në hapësirën ku pushon gjithçka përveç vëzhguesit." S'kam kaluar më kurrë në atë rrugë. Dhe çdo 15:17 telefoni im humb sinjalin. Çdo ditë,